se nuk do të mund t'i ruajnë dispozitat e Allahut në bashkësortësi. E nëse keni frikë se ata të dy nuk do të mund t'i ruajnë dispozitat e Allahut, atëherë për atë me çka ajo bën kompenzim, për ata të dy nuk ka mëkate. Këto janë dispozitat e Allahut, pra mos i kundërshtoni, sepse kush i tejkalon dispozitat e Allahut, pikërisht të tillë janë zullumçarët. Në qoftë se ai, burri, e lëshon atë për herë të tretë, pas atij lëshimi nuk lejohet më derisa të martohet ajo për një burr tjetër. E nëse ai, burri i dytë, e lëshon atë, atëherë për ata dy, po që se mendojnë se do t'i zbatojnë dispozitat e Allahut, nuk ka pengesë të rikthehen në bashkësortësi. Këto janë dispozitat e Allahut që ja sqaron një populli që kupton. E kur t'i keni lëshuar gratë dhe ato i afrohen afatit të tyre, atëherë ose mbani si duhet, ose i lëni si duhet të kryejnë fatin, e mos i mbani sa për t'i dëmtuar e të bëheni të padrejtë. E kush bën atë, ai e ka dëmtuar vetveten. Dispozitat e Allahut mos i merrni për shaka. Përkujtoni të mirat e Allahut, ndaj jush edhe atë që ju shpalli Kurani dhe dispozitat e shariatit me të cilat ju udhëzon, dhe keni frikë Allahun, e dini se Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Dhe kur lëshoni gratë, ato e përmbushin afatin e tyre të pritjes. Nëse pëlqen mes vete ashtu si kërkojnë rregullat, mos i pengoni që të martohen për burrat e tyre. Me këtë këshillohet ai që prej jush e beson Allahun dhe botën tjetër. Kjo është më e dobishme për ju, më e pastër, se Allahu e di e ju nuk e dini. Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjithdhënien, janë të obliguara t'u japin gjithë fëmijëve të vet 2 vjet të plota. I ati i fëmijës është i obliguar për furnizim dhe veshmbathjen e tyre, gruas, ashtu si është rregulli. Askush nuk ngarkohet më tepër, vetëm aq sa ka mundësinë e tij. Asnjë nën nuk bën të dëmtohet me fëmijën e saj, as babai me fëmijën e tij. Po ashtu është i obliguar dhe trashëgimtari i fëmijës. E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi prindërit shfaqin dëshirën për ndërprerjen më herët e gjinit, nuk është ndonjë mëkat për ta. Nëse ju, baballarët, për fëmijën tuaj dëshironi gjithë dhënëse tjetër me kusht që pagesën t'ia bëni në mënyrë të duhur, nuk është ndonjë mëkat. Keni frikë nga Allahu dhe dini se Allahu sheh çka punoni. Ata që vdesin dhe lënë gra pas vete, ato gratë presin 4 muaj e 10 ditë. E kur ta kryejnë ato afatin e tyre, nuk është mëkat për ju, familja kujdestare, për atë që bëjnë ato në mënyrë të njerëzishme me veten e tyre. Allahu hodhësisht e di çka veproni. Paraqitja juaj për martesë ndaj grave që kanë kryer afatin e tyre në mënyrë të tërthort, ose mbajtja fshehtë në veten tuaj, nuk është mëkat për ju. Allahu e di se ju do t'ua përmendni atyre dëshirën për martesë, por kursesi mos u premtoni atyre fshehtazi diç tjetër, përpos të thoni fjalë të lejuara, dhe mos vendosni lidhje në kurorës derisa të përfundoj afati i caktuar. Ta dini se Allahu e di çka fshehni në vete, pra kini frikë prej atij, dhe dini se Allahu shumë fal është i butë. Nuk është mëkat për ju nëse e lishoni gratë pa pasur kontakt, martesë, dhe me to dhe para se t'u caktoni atyre ndonjë caktim, kuror nikah, po pajisni ato me ndonjë pajisje, pasaniku sipas mundësisë së tij dhe i varfri sipas mundësisë së tij. Një pajisje e zakonshme është obligim për bëmirësit. E nëse i lishoni ato para se të kontaktoni, por u keni pas caktuar atyre një caktim, kurorës, atëherë duhet t'u jepni gjysmën e asaj që e keni caktuar, përveç nëse ju falin ose ju fal ai në duart e të cilit është lidhja e kurorës. E të falni, burro ose gra, është më afër devotshmërisë, e mos e harroni bamirësinë ndërmjet jush. Vërtet Allahu sheh atë që veproni. Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose duke kalosur, por kur të jeni të siguruar, përkujtonje me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit. Ata që vdesin nga mesi juaj dhe lën pas vete gra, le të testamentojnë, lën porosi
për gratë e tyre furnizimin për 1 vjet, duke mos i nxjerrë prej shtëpisë. E nëse më dëshirën e vet dalin, nuk është të mëkat për ju për atë punë të lejueshme që bëjnë ato me vetveten. Allahu është më i fuqishmi, më i dituri. Për të devotshmit është obligim që edhe për gratë e lëshuara të bëjnë një furnizim të zakonshëm. Kështu që të kuptoni, Allahu ju shpjegon argumentet e veta. A nuk di për ata të cilin nga frika prej vdekjes u larguan prej Allahut të vet, e të cilët ishin me mira, e Allahu atyre u tha: "Disni", ata vdiqën, pastaj ngjalli. Allahu është shumë bamirës për njerëz, por shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës. Luftoni për hir të Allahut e të dini se Allahu dëgjon, di. Kusht është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, ai t'ia shtoj atij shumë fishat. Allahu shtrëngon, varfron dhe shliron, begaton, dhe kthimi juaj është vetëm tek ai. A nuk e marr vesh për parinë e bijve të Israilit pas Musait, kur i patën thënë një të dërguarit të tyre, Shemunit: "Cakto për neve një sundues e të luftojmë në rrugën e Allahut." Ai, pejgamberi, tha: "A mund të ndodhë që nëse lufta u bëhet obligim, ju të mos luftoni?" Ata thanë: "E ç'kemi ne që të mos luftojmë në rrugën e Allahut, kur dihet se ne jemi dëbuar nga Allahu dhe bijt tanë?" E kur u obliguan me luftë, përveç një pakice prej tyre, ata u zbrapën. Allahu është i njohur për punët e zullumçarëve. Pejgamberi i tyre u tha: "Allahu caktoi sundues tuajin Talutin." Ata thanë: "Si mund të jetë ai sundues yni, kur ne kemi më shumë merit se ai për sundim, madje ai edhe nuk është i pasur?" Ai tha: "Allahu e zgjodhi atë sundues tuajin dhe e pajisi me dituri të gjerë e me fuqi trupore. Allahu ja jep sundimin e vet atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm." Pejgamberi i tyre u tha: "Shenjë e sundimit të tij është që t'ju sjell arkën, që e bartin engjëjt, dhe që ne të gjeni qetësim shpirtëror nga Zoti juaj, e edhe diçka që ka mbetur nga thesari i familjes së Musait dhe Harunit. S'ka dyshim se ky, po që se jeni besimtar, është një fakt për ju." E kur doli prej qytetit, Taluti me ushtrin, tha: "Allahu do t'ju sprovoj me një lumë, e ai që pi prej atij, ai nuk është me mua, e kush nuk shijon atë, ai është me mua, përveç atij që me dorën e vet e pi një grusht. Mirë po, në përjashtim të një pakice prej tyre, të tjerë pin nga ai. E kur e kaloi ai, Taluti, atë së bashku me te, edhe ata që ishin besimtar thanë: "Ne sot nuk kemi fuqi kundër Xhalutit dhe ushtrisë së tij." Po ata që ishin të bindur se do të atakonin Allahun thanë: Sa grupe të vogla me dëshirën e Allahut kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha. Allahu është me durimtarët. E kur dualën përballë Xhalutit dhe ushtrisë së tij, thanë: "Zoti ynë, na dhuro durim, na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pabesimtarëve." Me ndihmën e Allahut i thyen ata, e Davuti e mbyti Xhalutin dhe Allahu i dha atij Davutit sundimin, pejgamberllëkun dhe e mësoi atë për çdo gjë që deshi. Dhe sikur Allahu të mos i mbronte njerëzit me disa prej disa të tjerëve, do të shkatërrojë toka, po Allahu është bamirës i madh ndaj njerëzimit. Këta janë argumentet e Allahut, po t'i lexojmë ty me saktësi, e s'ka dyshim se ti, Muhammed, je prej të dërguarve.